Kryeministri Edi Rama deklaroi edhe se ka dorëzuar në kuvent propozimin për ndryshimin e nenit ku gjykatës dhe prokurorisë mund t'i lihej hapësirë për pezullimin e një antare të kabinetit të Këshillit Ministrave. Për të folur mbi këtë deklaratë të zotit Rama dhe propozimin e zotit Rama, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Gvilsen Zhlima. Zoti Zhlima, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, si e konsideroni propozimin e zotit Rama dhe çfarë do të thotë kjo për po themi për ligjin dhe drejtësinë në Shqipëri? Së pari ju duhet keni parasysh se zoti Rama është një ndër personat të cilët ka përgëzuar Republikën e Prokurorëve nga 2013 apo në vazhdim pas 2022-shit, kur ka vendosur në krye të detyrës zotin Dumani, ku ai e përgëzonte për iniciativën e tij duke proceduar penalisht shumë politikan, por edhe kundërshtar të zotit Rama, po duke qenë se zoti Rama gjithmonë ka qenë nga ata të cilët nuk bënte avokatin e asnjërit prej tyre si kundërshtar politik, ashtu dhe rreth oborrit të tij. Tani shikojmë zotin Rama në 2026 që jo vetëm që bën avokatin e zonjës Balluku, por edhe Partia Socialiste, por edhe vetë qeveria do të bëj avokatin e zonjës Balluku në seancat në vijim. Sepse duhet keni parasysh, zoti Rama vazhdimisht ka thënë që unë jam ai që kam bërë reformën në drejtësi, unë jam ai i cili nuk pyes për asnjë nga ju, por në fund fare ju, në rast se jeni në regjistrat e SPAK-ut, sigurisht do të largoheni menjëherë nga pozicionet që mbani si në parti ashtu dhe në qeveri, por në rast se ju dëgjuat me vëmendje ato fjali që unë sapo citova, dikush do të thotë që në 2025-ën këto kanë qenë në të vërtetë deklarimet e zotit Rama pjesërisht, por sot në 2026-ën zoti Rama nuk u pat të citonte fjalitë e tij të së shkuarës. Pra, ju keni dëgjuar një Edi Ram i cili në vend të flas për ato që kishte thënë të shkuarën edhe t'i vazhdonte dhe t'i mbante në të ardhmen, ai humbi atë që ne themi linjën e koherencës dhe për sa i përket pjesës së drejtësisë. Pra, për ata që mendojnë që drejtësia është e pavarur dhe e paanshme, zoti Rama i vërtetoi që po, drejtësia sipas zotit Rama ishte SPAK-u, Republika e Prokurorëve 2022-2025, dhe tani e tutje zoti Rama po i kujton këtyre prokurorëve se jemi një republikë parlamentare dhe si republikë parlamentare nuk mund të japim fuqi prokurorit, sepse fuqinë më të madhe e ka vetë gjyqësori, pra drejtësia, jo SPAK-u. Për ata që mendojnë që zoti Rama është një person i cili në këto situata që ndodhet ai, pra në pozita të vështira, unë mendoj se kjo është loja pikrisht që zoti Rama ka dashur të luajë me kohë. Pra, kjo nuk është thjesht një ngjarje konfliktuale midis zotit Rama dhe SPAK-ut, por kjo është një ngjarje e mirëmenduar, e stisur, konfliktuale për një antar të kabinetit që zoti Rama sot të thotë jo vetëm për ndryshime të një dispozitet përkatëse të ligjit procedurial penal, por nesër në vazhdim do të shikoni edhe për ndryshime kushtetuese. Por më lejoni t'ju citoj një fakt konkret. Zonja Balluku u more pandehur në tetor. Pasi u more pandehur, SPAK-u priti që zoti Rama si do veprojë, me shkarkimin apo jo të sajt. Duke parë që SPAK-u nuk veproi me shkarkimin e sajt, vetë SPAK-u shkon në gjykatë dhe kërkon çfarë? Atë që unë them gjithmonë, politik. Pra, duke luajtur politik, shkon edhe kërkon ndalim për të dalë jashtë shtetit dhe pezullim nga detyra. Pasi zoti Rama nuk e shkarkoi atë, vetë SPAK-u shkoi edhe luajti po një lojë politike që është ajo
e kërkesës për mas sigurie arrest në burg apo arrest në shtëpi. Lind pyetja e thjesht për një person i cili nuk ka emocion politik, por ka logjikën, dhe logjika mbizotron nga çdo emocion. Pse për zotin Berisha dhe për zotin Meta dhe për zotin Veliaj, Spaku arriti për njërin detyrim paraqitje, tjetrin në arrest në burg dhe po tjetrin në arrest në burg, dhe për zonjën Balluku, e cila akuzohet për gjithë ato akuza të rënda në dëgjesën publike që kemi dëgjuar, është e pandehur pa mas sigurie. Pra, kjo është një lojë e bukur, e mirë menduar, qytetarët të shikojnë se si veprohet në rastin e diskriminimit dhe standardeve të ndryshme për aktorët politik. Pra, kjo është një lojë e fortë politike që zotin Rama e bën viktim, ndërsa zonjën Balluku e bën autore kësaj ngjarje. Por në të vërtetë, dhe zoti Rama dhe zonja Balluku janë viktim të kësaj ngjarje, sepse pikërisht zonja Balluku ka pranuar të bëjë viktimën që të shpëtojë zotin Rama. Zoti Zhlima, bazuar në çfarë deklarohet deri tani, besoni që do ketë mas sigurie deri në arrestim ndaj zonjës Balluku? Nga zoti Rama, çfarë do lloj gjëje mund të presësh në çdo moment dhe me një plan afatgjat apo afatmesëm. Por, unë mendoj se zoti Rama nuk do ta lëshojë zonjën Balluku ashtu siç mendohet, por do ta spostojë në mënyrë procedurale që zonja Balluku të kuptojë deri në fund që ai nuk do ta lëshojë ashtu siç mendojnë të tjerët. Rama, në iniciativën e tij për të arritur aplikimin e nenit 242 me ndryshimet që ai po referon, do bëjë një sken tjetër, mendoj, që do jetë më e mira dhe atë pres dhe unë të realizoj. Çfarë? Edhe sikur të kemi një akuzë në kushtet e flagrancës ndaj zonjës Balluku, ju duhet të dini që përsëri Kuvendi i Shqipërisë vendos menjëherë dhe brenda 24 orëve për gjendjen e deputetit në rast se jemi në kushtet e flagrancës. Por, sot, zoti Rama tregoi dhe tha, nuk ka efekte prapavepruese neni që ne po vendosim. Por, çfarë nuk kupton kjo gjë? Që përsëri, përderisa Komisioni i Mandateve është akoma në pritje për shqyrtimin e kërkesës së Spakut, atëre zoti Rama mund të përdori manualin e radhës, që është një pritje procedurale e cila nuk kupton që në fund fare komisioni të dalë me një raport. Komisioni mund të dalë me një raport, po përsëri zoti Rama do tregoj që grupi parlamentar socialist nuk ndikohet nga kërkesat e Spakut. Dhe jam i bindur që në rast se do të shkojë për votimin për të kërkuar heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, do shikojmë për herë të parë që në sallën e Kuvendit do të jenë deputetët demokrat dhe jo ato socialist. Ose do të shikojmë për herë të parë që socialistët, në rast se do të jenë prezent, do votojnë kundër raportit për dërgimin e zonjës Balluku përpara një gjykate për të caktuar një mas sigurie, dhe do të shikojmë një skenar tjetër, pra dy të parat, ky i treti, që mundet zoti Rama në momentin e fundit të shpik diçka procedurale. Çfarë? Përderisa rekursi i zonjës Balluku nuk është gjykuar akoma nga gjykata e ligjit, ne do presim edhe vendimarrjen e gjykatës së ligjit se si do interpretojë nenin 242 lidhur me pezullimin nga detyrat të zonjës Balluku. Pra, 3 janë skenaret. Nga këto 3 skenaret do të shikojmë që zoti Rama do të dali i denjt apo i në aspektin gjithmonë i ndershëm përpara zonjës Balluku për sa i përket procedurës që ai ndoqi. Por duhet keni parasysh që nga këto 3 skenaret, unë mendoj se zoti Rama do ta spostoj në mënyrë procedurale, po duke bërë sikur po lufton. Edhe një herë,
duke bërë sikur përlufton për te. Zoti Zhlima, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën.